Përdorimit detyre zyrtare. Si mas edhe teorisë të së drejtës, edhe praktikës gjyqësore, edhe literaturës juridike. Çfarë logjike ka, le të ma shpjegon dikush? Bazë përshkrimit dispozitivit që është, i bie se edhe zone e Rozeta Hajdare, gjithë atë ministrisë e kanë thirrë Ridvanin, të lutem Ridvan, e janë në ndihmo që ta kryjmë një vepër penale në shpërdorimit detyre zyrtare. Nëse kanë kryjë këta vepër, që është për vjetë më më. A rok, logjike, a rok Jo, avokat. Jo, ati që kanë thonë këta. Ridvan, hajde një mama se dojmë i vjetë do pare. Po, a i kanë thonë? Po qështu. A ka provë se i kanë thonë? Qita janë se ka në hojna. Ti po thuaj. Hajde Ridvan, se bashkë gjetën Ridvanin atje. Ende nuk i kjeva të prova. Ridvanin tënë, i klientin të në gjetën, mi thonë, hajde të krymë një vepër. Edhe dhe dyta, vetëm edhe një. Jo, i kanë thonë, hajde se dojmë i vjetë do pare. Po, e di une. Jetë ju folë sepse këtu ka vjedhje. Këtu ka vjedhje. I vëshku të prokurorin me i kalzua. Se këtu, zoti avokati, dashur avokat, i kanë pagu malin, e 10 mujës ka ardhë malin, ndërkohë që ju thëni, ka qenë gjendje alarmante. 10 mujës ka ardhë mali, a ja kanë qitë njerit atje, i cili ka vdek, i ka shti do pare të mira në gjep, edhe halal zoti ja bovë se ta shka vdek, s'ki që me sa për ato histori, a u donë, muna me folë 2 orë, po nuk po du për shkak të respektit të emisionit të gjithave. Veç da është ta mi spjegu një dimenzion, të lutem. Çështja e saksis të grunit. Ridvani për vaj edhe për sheqer nuk mundet absolut mu folë për te. Pse? Për shkak se kur kanë kërku prej ti, ju ka thonë shiqoni, unë nuk muna më mirë po bashkë si shambull, falve Për javë gjenjonin. Po, për javë gjenjonin. Pa ta i të listu unë? Që ku është audon? A i kanë gjenjonin. Jënë bashkë pronar me pronarin e Polonisë, cilat mirën me biznesin. është një jekë penalisht që kërë për najsen që kërë tjetëri me vajnë që ka pos me gjithë? Jo, absolutisht. E je sigurt? Nuk di, s'kam informatë. Njoni për ndërmjetësuzve është i denuar për trafikim kokaine edhe në Kosovë edhe në Poloni. Apo jo? Pra se këtu neve na implikohen edhe trafikant kokaines në një rast të sekretit rezerva shtetënore. Qaj person e ka përcaktua, a e ka njoft, Ridvani se ka njoft që është taj me drogo se me këtë Po, prapun s'pe fajsoj për Ridvanin se... Sa ka pas me ditë? Zoti Muaremi po e din se... Njeri shumë i një shtetit. A e se pas ka ditur për këta tjertë? Grunin. Sa i për këtë grunit e spjegova edhe ku spjegu 100 herë. është paraqit sasia. është paraqit mungesa e sasis prej 53 tona, që vemi qashtu, 53 tonelatat grunit. Po nuk është akuza vetëm për mungesë të grunit. 3 herë. Këtë procesi është. Ka dhënë deklarata Ridvani lidhur me këte. Thot, si pasojë e mungesës të përvojë stafit, që të kanë komunikuar me firmën turke, se unë kom qenë vetëm përkthyes i turkut, nuk kom pas kur se unë s'jem specialist i kontrata, nuk dive për piluar në kontrata. Ate ka kërkue turku, unë e kom përkthyje, ja kom përcil tyre, vetëm pak. Unë e këtu demantoj. Ne e-mail e kinë, komunikim, kur ministria ja dërgon kontratën, Ridvan Muaremit me e-mail, edhe thot lutem plotësoj të dhonat e kompanisa janë të sakta këtu, se para prakisht ja dërgojnë edhe kontratën. Po, qartë është. A qështu? Edhe Ridvani si përkthyes i thot turkut, që ku i kem qëto? Urdhani, edhe nëse keni vrejtje, paraqit i vrejtje. Vetëm qëto, me ta pas pjegu, ju lutëm se ka rasti shumë bade. Për hirë të vërtetë, sa vdi. Kër është këthyje... Po e krymë gjykimin sot? Kër ngarku e gruni, nani atje, ka thonë ka me ardhë në Porto Romano, u shkarkue, këj me njëherë qatë ditë ka ardhë drejt ministri. Ju ka thonë, unë e kumë pas që stafi ju i nuk